Për të parandaluar çdo përçarje dhe pasiguri tek besimtarët, Halifi i tretë Uthman ibn Affani ndërmori në mes viteve 640-650 një standardizim të mushafit. Ai urdhëroi përzgjedhjen e tekstit të vetëm me bazë mushafin e përpiluar në Ebu Bekrin dhe komisionimin e kopjimit të tij në gjuhët arabe të dialekteve kryesore. Çdo kopje shoqërohej me mësues kirajeti që udhëzonin për recitim të saktë sipas variantit të pranuar Hafs and Asim. U bën përfundimisht me i shpërndar. Kopjet u dërguan në qytetet kryesore të Kufës, Basrës, Damaskit, Mekës, ku urojtën në xhamitë dhe bibliotekat e mëdha. Në shekujt pasardhës Kurani u bë themeli i kulturës islame dhe i qytetërimit të lindjes së mesme, Afrikës së Veriut, Azisë Juglindore e mëtej. Rivlerësimi i ajeteve krijoi disiplinën e sheriatit dhe shkencës usulul fik, metodologjia e jurisprudencës, ku dietarët si Malik ibn Enes, Shafiu, Ebu Hanifja, Ahmed ibn Hanbeli formuluan shkollat ligjore, akademit, gjithashtu formuan disiplinat e tefsirit, komentimit Kuranit si tefsir at-Tabariu, Kurtubiu, Ibn Kathiri, u bë për t'i dhënë çdo ajeti kontekstin e duhur historik, gjuhësor dhe ligjor. Pra, lulëzoi arti i kaligrafisë islame, po ashtu ajetet e Kuranit shpesh u shkruan me stilin thuluth wa nask. Zbukuruan muret e xhamive madhështore në Istanbul, Jeruzalem, Kairo, Samarkand e vende të ndryshme në lindje. Musaf të rrallë me letra të holla prej bambuje, gurkafe, dekoracione arje, pigmentesh natyrale u konsideruan thesare kombëtare. Në Afrikën e Veriut dhe në Spanjë të asaj periudhe, kopjuesit kaligrafisë themeluan shkolla të dedikuara vetëm për ujitjen e bukurisë estetike dhe integritetit të tekstit kuranor. Përkthimet e parë të bërën nga dietari si Ibn al-Mukaffa në përsisht gjatë shekullit të parë të Islamit hapën dritarin e kuptimit për jo arabët. Me kalimin e kohës u përkthye në turqishtën e lashtë, urdu, malajisht e tjerë. Edhe pse çdo përkthim konsiderohet interpretim dhe asnjëherë nuk e zëvendëson origjinalin në gjuhën e zbritur arabisht. Në Bagdad, Kordovë, Delhi u themeluan qendra studimore ku Kurani studiohej krahas retorikës, filozofisë, mjekësisë dhe matematikës. Duke bërë që civilizimi islam të kontribuojë në rilindjen evropiane e shkencën moderne. Me shpërthimin e shtypit në shekull 19-20, botimet masive të mushafit u lehtësuan duke përfshirë edicionet standarde të Medina Osaka 1924, që u pritën nga shumica e botuesve me mbështetje të gjerë. Rrjeti i librave të botimeve islame i financuar shpesh nga institucionet e Medinës, Kairos dhe Riyadit, bëri që çdo besimtar në botë të kishte qasje të mushafit të unifikuar. Në epokën digjitale, Kurani hyri në çdo telefon, aplikacion si Quran Majid, Quran Healing, Tanzil e shumë të tjera ofrojnë recitime audio nga recituesit më të njohur, përkthime në 10 gjuhë, modul për mësim të hifzit, memorizimit dhe kirajete të ndryshme Hafs, Warsh, Qalun e të tjera. Konferenca ndërkombëtare të studimit kuranor, udhëzimet interaktive dhe platformat online si Bejan, Maghrib Institut Azhar online e bëjnë Kuranin qendra të një mësimi global në kohë reale, në periudha digjitale, me ligjërues dhe auditor në çdo zonë kohore. Me gjithë evolucionin teknologjik, çdo recitim sjell emocionin e asaj natën e hira, ndjenjen e takimit me fjalën hyjnore, çdo bismillah që niset me leximin një sure të re, çdo vëzhgim i gramatikës së arabishtes, çdo përpjekje për të kuptuar mesazhin ligjor dhe shpirtëror është një vazhdim i rrëfimit të madh që filloi mbi shkëmbinjt e shkretëtirës. Qindra miliona njerëz lexojnë çdo ditë në xhami, në mesxhid, në shtëpi, në punë, në udhtim dhe ndjejnë atë të njëjtën dritë të udhëzimit që mbushi zemrën e Muhamedit alayhis salam dhe gjithë besimtarëve. Për më tepër, tradita e hifzit memorizimit të gjithë Kuranit ka formuar një brez human të jashtëzakonshëm që mbartin në mendje librin e plot dhe bëjnë gara ndërkombëtare të recitimit Musabaqat al-Qiraat dhe festivalet e ditës së Kuranit mbledhin qindra mijëra pjesëmarrës duke festuar bukurinë e recitimit dhe ruajtjen e tekstit me saktësi mutawatir. Që nga zbritja e parë në shpellën hira deri te aplikacionin e telefonat inteligjent, rrugtimi i Kuranit është dëshmia e rrënjosjes së fortë të tekstit hyjnor në çdo aspekt të jetës islame. Ai vazhdon të flasë për drejtësi, mëshirë, unitet dhe kërkim dije, duke mbetur sikundër 1400 vjet më parë. Dritë, pra, pas kadencë për çdo zemër që dëshiron të gjendet pranë krijuesit. Andaj ky Kuran vazhdon dhe vazhdoi të përhapet edhe në epokën digjitale dhe do të hyjë në çdo vend dhe në çdo popull që njerëzit ta lexojnë, ta kuptojnë, ta praktikojnë dhe të jetojnë me këtë fjalë të Madhit Zot, i cili ka krijuar.